Sot është një ditë feste, kujtese dhe krenarie kombëtare. 28 nëntori nuk është vetëm një datë në kalendar, por është zemra e historisë sonë. Është momenti kur një popull i ndarë në shumë troje u bashkua vetëm për një ideal, krimin e shtetit shqiptar. E për të kuptuar më thellë rëndësinë, vlerën dhe rrugën drejt të kësaj dite të shenjtë, sot kemi ftuar edhe historianin profesorin Besnik Rameti, me të cilin do të flasim për figurat, ngjarjet dhe simbolikën që formuan identitetin shqiptar dhe e shndruan 28 nëntorin në ditën më të madhe të kombit shqiptar. Mirë se erdhët dhe urime festen. Mirë se gjetëm, faleminderit. Edhe unë shfrytëzoj rastin përmes ekranit televiziv të radio-televizionit të Maqedonisë në gjuhën shqipe. Urime gjithë shqiptarëve kudo që janë festa 28 nëntorit, kësaj dite të rëndësishme historike. Është shumë fjalë me vend, shumë e rëndësishme, cila është edhe rëndësia e kësaj historie të kombit shqiptar dhe pse konsiderohet si data më e rëndësishme për të gjithë shqiptarët dhe për identitetin e shqiptarëve më saktësisht. Gjithmonë duke u mbështetur në burimet historike dhe posaçërisht në historinë e popullit tonë shqiptar, kjo ditë është shumë e rëndësishme për një arsye, sepse fati i shqiptarëve, që nga lashtësia, por ajo që ka ardhur në një ditë të rëndësishme të 28 nëntorit është posaçërisht edhe epoka e Gjergj Skënderbeut, i cili pas kthimit në Kruj më 28 nëntor të vitit 1443 do të ngrej flamurin e kastriotëve, që 25 vite populli shqiptar ka qenë i lirë nga gjatë kësaj periudhës së perandorisë osmane. Andaj 28 nëntori do të vije i vitit 1912 do të vije si rezultat i kriengritjeve, të një pas njëshme të popullit shqiptar dhe posaçërisht si periudhë që ka ngritur vetdijen e kombit tonë shqiptar, është periudha e rilindjes kombëtare shqiptare, të cilët ato vepruan, kontribuan në ngritjen e arsimit, edukimit dhe vlerës së kombit shqiptar dhe për të vetëdijsuar që shqiptarët të kenë një ditë, një shtet të pavarur dhe sovran, në të cilën erdhë si rezultat, nga ato rilindas, siç kanë qenë Konstantin Kristoforidi, Naum Beqil Haçi, Jani Vreto, Udhëzit Frashëri, deri në vitin 1912 dhe kriengritjet që janë zhvilluar, në kriengritjen e përgjithshme, kjo datë, 28 nëntorit, të shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, në udhëheqjen të Ismail Qemalit dhe delegatëve të tjerë të cilët do të shpallin këtë ditë, përveç se është akti i shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, kjo ditë është edhe dita e flamurit. Shqiptar. Përmendet edhe rrethana të vështira politike dhe ushtarake, si u arrit shpallja e pavarësisë? Po, shqiptarët që në vitet e 30 të shekullit 19 kanë pasur kriengritjet një pas njësh. Dhe ajo posaçërisht edhe tek rajoni jonë sot i Maqedonisë, një ndër kriengritjet e vitit 1844 është kriengritja e Dervish Sarës, e cila do të çojë peshë dhe rëndësi, si kriengritje që nuk ka pranuar sundimin e perandorisë osmane. Ajo tjetër që do të vijë pas kësaj ngjarje do të jetë edhe lidhja shqiptare e Prizrenit, kur shqiptarët në 10 qershor të vitit 1878 do të mbanë lidhjen shqiptare të Prizrenit, ku do të marrin pjesë nga të gjitha trojet shqiptare, të gjitha krahinat, ku do të bëhen në Prizren. Dhe nga lidhja shqiptare e Prizrenit, edhe pse nuk është marrë parasysh kërkesa e shqiptarëve, ajo do të rezulton në një frim të re, e cila do të vijë deri te dita kur shqiptarët do të unifikohen përmes alfabetit, që është viti 1908, nga 14 deri 21 nëntor, ku shqiptarët unifikohen me alfabetin e gjuhës shqipe. Në vitin 1908 do të hapet edhe Normalja në Elbasan, në udhëheqjen e Lujg Grakuqit, një ndër ideologët kryesor të aktit të shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, bashkë me Hasan Prishtinë dhe figura të tjera. Ngjarje tjetër që është e rëndësishme duhet cekur, vitin 1910 është kriengritja apo kriengritja e Kaçarnikut apo lufta në Grikën e Kaçarnikut mes perandorisë osmane në udhëheqjen e Idris Seferit, dhe vitin 1911 është kriengritja e Marsisë mbi Shkodrës në udhëheqjen e Degjo Lulit, ku ai së pari ka ngritur flamurin shqiptar në Marsinë mbi Shkodrës, ndërsa ajo që do të rezulton në vitin 1912 që konsiderohet kriengritja
e përgjithshme e kombit shqiptar dhe popullit shqiptar që ka filluar më 12 gusht me çlirimin e Shkupit, por rrethanat e kohës, më thonë, luftat ballkanike të cilat kishin filluar në atë periudhë, shqiptarët do të bëjnë rezistencë që vend dhe më i përshtatshëm do të jetë Vlora, që më 28 nëntor të vitit 1912 do të shpallet akti i pavarësisë nga Kuvendi i Vlorës dhe delegatët e saj në udhëheqjen e Ismail Qemalit, dhe kjo ditë është peshë rëndësi, domethënë, e madhe historike për të ardhur deri te kjo ditë që shënon sot, domethënë, 113 vjetorin e pavarësisë. Për mendet Kuvendin e Vlorës, cili ishte rëndësia e Kuvendit të Vlorës, dhe si u mor vendimi pikërisht të shpallet me 28 nëntor në Vlorë? Thatë, e kanë vendosur jo në Shkup, po? Duke shikuar rrethan, vetë Ismail Qemali si ministri i punëve të jashtme të Perandorisë Osmane, vetë edhe Hasan Prishtina si deputet në Parlamentin Osman dhe figurat të tjera, posaçërisht këto dy figura, Hasan Prishtina dhe Lujg Gurakuqi, bashkë me Ismail Qemalin, e panë të arsyeshme sepse të gjithë popujt në Ballkan, edhe serbët, që më herët kanë pasur, pavarësinë e vet, kishin fituar që në Kongresin e Berlinit. Kishte fituar edhe Malizi në Kongresin e Berlinit në vitin 1878. Kishte fituar edhe Greqia si shtet, domethënë, pavarësinë e vet që është njohur zyrtarisht në Kongresin e Berlinit, ndërsa pas paqes së Shën Stefani Bullgaria fiton autonomi. Dhe i vetmi popull, domethënë, që nuk kishte akt pavarësisë, që ishin pjesë përbërëse Perandorisë Osmane, kishin ngelur vetëm shqiptarët. Dhe ishte koha që shqiptarët, një ditë të ngrenë zërin, nga të gjitha ato në përpjekjet, krijengritjet që kishin filluar që nga epoka e Skënderbeut, e deri në vitin 1912, qyteti i Vlorës ishte më i përshtatshëm, për fat të mirë, shqiptarët me krijengritjen e përgjithshme erdhën në Shkup. Thashë përmenda edhe luftat e parë ballkanike, rrethanat, shteti serb, Serbia kishte shtet, kishte një ushtri, kishte një forcë ushtarake, edhe shtetet tjera ballkanike, edhe Bullgaria, por edhe Malizi, ne shqiptarët ishim pjesë përbërëse, me forcat vullnetare, për të mbrojtur identitetin, për të mbrojtur kulturën, për të mbrojtur gjuhën, por ajo që ishte më sublime, të shpallet një pavarësi që shqiptarët të kenë një pavarësi, sepse shqiptarët gjatë kësaj periudhe kanë pasur 4 pashallokjet, pashallokun e Shkodrës, pashallokun e Janinës, pashallokun e Kosovës dhe të Manastirit. Dhe këto ishin ende të pakonsoliduar. Dhe shtetet ballkanike tentonin me çdo kusht të bëjnë coptimin e tokave shqiptare. Dhe që ato e kanë arritur, edhe me luftën e parë ballkanike, por edhe me luftën e dytë ballkanike, dhe për fat të keq, edhe pse Shqipëria, edhe Konvendi i Vlorës, Ismail Qemali dhe kuvendarët shpallën aktin e pavarësisë për 4 pashallokjet, fati jon ka ngelur në duart e fuqive të mëdha të kohës. Dhe ajo që do të vijë nga konferenca e ambasadorëve të Londrës e vitit 1913, ku edhe sot edhe kësaj ditë në mënyrë zyrtarisht njihet Shqipëria londineze, ku më shumë se gjysma e trojeve shqiptare u la jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe ky fat nuk është nga vetë shqiptarët, por është nga vetë fuqitë e mëdha. Po si reaguan fuqitë e mëdha për të? Po, fuqitë e mëdha, falë kontributet të cilët kanë dhënë Austro-Hungaria, e cilat, vetë edhe vizitat e Ismail Qemal, para se të shpallë pavarësinë e Shqipërisë, rrugtimi i tij, nga Bukureshti deri në Vjenë, ku nga ato vende ka marrë, për krahjen për të shpallur pavarësi, sepse ishte koha, dhe ishin edhe interes të fuqive të mëdha të asaj periudhe, të 7 fuqive të Evropës, për të arritur ato synimet e vetë dhe për të mbajtur një balans, është kërkuar që shqiptarët të kenë një shtet, është kërkuar nga vetë Austro-Hungaria, në atë periudhë, nga perandoria e Austro-Hungarisë. Dhe është marrë për krahja nga këto vende edhe nga Italia, që të shpallet akti i pavarësisë, po posaçërisht shtetet që ka dhënë mundësinë për kombin tonë, në vitin 1912, është Austro-Hungaria, që dha mbështetjen që edhe atë do të dëshmon edhe në konferencën e ambasadorëve të Londrës që sot kjo Shqipëri, e cila ka këto kufi, njihet Shqipëria londineze, sepse fatin e shqiptarëve dhe këto kufi të shtetit shqiptar i ka vendosur konferenca e ambasadorëve të Londrës, dhe sipas vendimeve të konferencës së ambasadorëve të Londrës do të
do të merren parasysh, domethënë që në udhëhecinë e shtetit shqiptar, në qeverinë e përkohshme të Ismail Qemalit, do të zaventësohet nga një përfaqësues i fuqive të mëdha. Domethënë, siç ka qenë domethënë Princ Vidi, i cili do të udhëheqë Shqipërinë domethënë nga viti 1913 deri në shtator të vitit 1914, deri në fillimin e luftës së parë botërore. Parë botërore. Si është formuar identiteti shqiptar gjatë shekujve dhe cilët janë faktorët që e kanë ruajtur deri sot realisht? Identiteti shqiptar, domethënë, për fat të mirë, domethënë, nga të gjitha burimet, argumentet, dëshmitë që edhe sot edhe kësaj dite i japin, sepse shqiptarët janë populli më i vjetër dhe më i lashtë në gadishullin ballkanik. Këtë është dëshmuar, domethënë, edhe vetë nga prezenca, domethënë, nga dëshmitë e autorëve antik, domethënë, të popullit i lirë, të cilët janë shtrinë në trevën e gadishullit ballkanik. Dëshmia, domethënë, më e mirë është posaçërisht edhe në mesjet kultura e Komanit, që jep një dëshmi, domethënë, të kombit shqiptar, domethënë, duke njohur si popull i lirë, pastaj si popull, domethënë, në mesjet me arbër, domethënë, me arbëri, dhe në shekullin e 17 me definicionin, domethënë, të kombit shqiptar. Ajo që është baza kryesore e identitetit të një kombi, domethënë, është gjuha, është kultura, është tradita, është veshja, dhe gjithë këto, domethënë, janë pjesë përbërëse e një kombi, dhe kombi shqiptar është i vetmi popull në Ballkan që është më i lashtë, që ka ruajtur këtë traditë, këtë vlerë dhe që ka mbrojtur me xhelozim. Andaj, për të krenuar, ne nuk jemi, domethënë, popull, domethënë, që jemi zhdukur. Po, dhe ne nuk jemi popull, domethënë, që nga të gjitha pretendimet, nga të gjitha projektet që ka përjetuar kombi shqiptar, çdo herë kanë pasur programe për të na eliminuar, për na zhdukur gjuhën, për na zhdukur kulturën, sepse jemi popull i lashtë. Edhe sot edhe kësaj dite, kombi populli shqiptar është pengesë për Evropën, për popull, sepse ruan një traditë të vjetër, ruan një kulturë të lashtë, që popujt tjerë kanë humbur në histori. Dhe shqiptarët, për fat të mirë, këtë lashtësi dhe këtë e kanë ruajtur deri në ditët, domethënë, e sotme që flasin këtë gjuhë, domethënë, që asnjë popull, domethënë, nëse shikon në rrënjët e gjuhës shqipe, domethënë, edhe pse bën pjesë në gjuhët indo-evropiane, po ajo është e veçantë. Ajo është një bazament për të gjuhët të tjera të popujve të Evropës. Kjo është dëshmuar, domethënë, edhe nga lashtësia që sot edhe në qytetin e Ohrit apo në Lin, në fshatin Lin që është në Pogradec, që është një dëshmi, domethënë, nga studiuesit, domethënë, të cilët japin për lashtësinë, domethënë, mbi 8000 vjet, domethënë, apo 6500 vjet para erës son, një vendbanim të cilët është në fshatin Lin sot në Pogradec. Shumë i bukur. Po, dhe kjo është një dëshmi, domethënë, që është ruajtur kultura, domethënë, edhe e Komanit në mesjet, por edhe sot e shqiptarëve që janë dëshmi, domethënë, burimet arkeologjike, janë dëshmi, domethënë, këto vegla që bëhet një krahasim arkeologjik, domethënë, të dëshmive të popullit i lirë, të popullit, domethënë, në mesjet të kulturës së Komanit, dhe që sot shqiptarët kanë këtë veshje, domethënë, me plisë të bardhë, me veshje, domethënë, me tyrçi, me xhamadop, edhe xhubleta që sot është, por edhe plisi duhet të jetë, domethënë, një dëshmi e madhe, domethënë, që duhet të jetë në pjesën e UNESCO, sepse është një trashëgimi, çdo herë kur e sheh me plis, domethënë, i thuhet shqiptar. Shqiptar, fiks këtë doja të them që identifikon shqiptarin vetëm plisi, ndoshta do kisha me thënë. Përmendet parës pak më herët edhe ndarjen e territoreve shqiptare. Sa ka ndikuar historia e ndarjes së territorit të shqiptarëve në forcimin apo sfidimin e identitetit ton? Se ndoshta ndonjëherë ndarja të bën edhe më të fortë. Për fat të keq, domethënë, vendimet e fuqive të mëdha, domethënë, në vitin 1913, kanë qenë, domethënë, gabim për të ndarë një popull i cili ka rrit një vlerë. Sepse populli shqiptar për Evropën është një trashëgimi. Edhe Evropa sot, dhe shtetet e Evropës, nëse krenon me kulturën e trashëgimisë, domethënë, të shtetit grek, kulturën helenistike. Dhe ajo trashëgimi, domethënë, që është arritur, domethënë, nga vetë shkenca, domethënë, në cilën në shekullin e 5, nga filozofia, shembull, nga arti, nga historia, nga përfaqësuesit, domethënë, të cilët konsiderohen si pjesë e ngritjes dhe civilizimit evropian një shtet i Greqisë, shteti shqiptar dhe Shqipëria është kufi. Dhe ne nuk kemi asnjë dallim në etnogjenezën e përbashkët mes shqiptarëve dhe grekëve. Dhe në këtë pjesë, nëse shikon zhvillimet e kulturës, domethënë, në Ballkan, për shembull,
në Athinë, nëse Athina ka arritur një zhvillim, domethënë, në shekullin e 5 në kohën e Perikleut, apo në ngritjen e teatrit, domethënë, në ngritjen e veprave, domethënë, të historisë, siç ka qenë Herodoti, apo siç ka qenë Tukididi, më vonë figura të tjera, domethënë, ato që kanë shërbyer tragjedi, komedi, apo në Mironi shembull në skulpturë, apo figurat të tjera, domethënë, që në trashëgimi e një kulture, apo vetë shtillat apo ndërtimi i Akropolit në Athinë dhe teatrët të tjera, domethënë, tempujt të tjera, apo oragujt të cilët janë pjesë përbërëse një civilizimi në Evropë, bashkë me ato është ngritur edhe kultura e popullit ilir. Domethënë, sepse edhe në bazë të autorëve antik Iliria, domethënë, nga Istra e Italisë e deri në gjirin Ambraki, sot në Ardh dhe Preves, që është pjesë e shtetit të Greqisë sot, me këto kufi administrativ, ne kemi qenë një popull, një kulturë që kemi ngritur, siç është domethënë vetë, domethënë qyteti i Durrësit apo Dirahu, siç është domethënë Lisi, siç është Apollonia, janë domethënë siç është Shkodra, dëshmitë janë këto sepse një popull në Ballkan, domethënë bashkë me popullin domethënë helenistik, populli ilir dhe populli domethënë thrak kanë ngritur vlerat dhe kulturën e lashët të popujve të Ballkanit. Dhe kombi shqiptar, këto ndamje, domethënë, i ka bërë më vonë edhe perandoria osmane kur ka ardhur në Ballkan, kur shqiptarët sipas reformave të cilët i ka bërë, domethënë, të sistemit Timaros Pahik, por edhe në ndamjen, domethënë, të pashallëqjeve, domethënë, kombi shqiptar dhe populli shqiptar është ndarë në 4 pashallëqje të asaj periudhe, që kanë qenë me shumë mitë shqiptare. Të njëjtën çështje, domethënë, gabimet, domethënë, të cilët janë bërë, domethënë, pas shpalljes së pavarësisë, sepse ajo shpall për 4 pashallëqje shqiptare pa akti pavarësisë, vendimet e fuqive të mëdha të konferencës ambasadorëve të Londrës për fatin e shqiptarëve, domethënë, kanë lënë një hapësirë të vogël të territorit të saj, sepse Shqipëria, domethënë, në këtë ndamje, domethënë, të kufive londinez, thash edhe më herët se shumica e territorit, shqiptarëve të Malit të Zi, shqiptarëve të Sanxhakut, shqiptarëve të Kosovës, sot shqiptarëve, domethënë, të pjesës që janë sot në Serbi, domethënë, të territorit, domethënë, të Preshevës, Medvegjës, Bujanovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Florinës, Kosturit, Igomenicës dhe apo të Janinës, janë pjesë, domethënë, i vetmi shtet, domethënë, në botë, Shqipëria kufizohet me vetë popullin e vet, me shqiptarët. Dhe këto padrejtësi kanë ardhur posaçërisht nga vetë fuqitë e mëdha që kanë vendosur për fatin tonë. Andaj në atë periudhë, domethënë, kur ka qenë e vështirë, sepse edhe kur është vendosur për Shqipërinë, domethënë, Shqipërinë dhe popullin shqiptar e gjeti lufta e parë botërore. Përveç se i përfundoi luftën e parë dhe luftën e dytë ballkanike, që ndodhen, domethënë, masakra, vrasje, të gjitha ndodhen mbi këtë popull dhe përsëri ngelen pjesë përbërëse edhe sunduzve të tjera dhe fateve të tjera të shteteve të reja që do krijohen në Ballkan, që kemi ngelur edhe sot edhe kësaj dite. Dhe këto probleme, domethënë, ne kanë sjellë fuqitë e mëdha sepse ato kanë vendosur dhe kështu është rendi vendosur, dhe akti tjetër, që është për të krenuar ne shqiptarët, është pas 100 viteve, rezistencë, luftë, vetdije, ngritje, shkollim, burgosje, shpërngulje, masakre, gjitha këto i përjetuam dhe ajo që erdhi, deri në luftën e fundit, në Ballkan, të mes popullit të Kosovës dhe popullatës, shqiptare, të cilët u mobilizuan që sot, në vitin 2008, apo në luftën e vitit 1998-99, falë familjes jashtare, sakrificës, daljes në skenë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në vitin 2008, me pakun atistar, Kosova, një shtet i pavarur dhe sovran, që është shteti më i ri, në Evropë, dhe që mbi 100 shtete që është njohur, sot ndërkombëtarisht, për fat të shpresojmë që në të ardhmen që edhe Kosova, të njihet në Organizatën e Kombëve të Bashkuar. Dhe këto ndamje, shqiptarët asnjëherë nuk kanë bërë problem asnjë popull. Shqiptarët, asnjëherë nuk kanë qenë popull pushtues. Shqiptarët kanë qenë popull, i ngritur, kanë dhënë vlerë, kanë dhënë shkrim botë, si kanë dhënë gjuhë, kanë dhënë kulturë. Dhe çdo herë kombi shqiptar ka përjetuar këto vuajtje. Dhe sot në këtë periudhë, të shekullit 21, nuk jemi keq, sot kemi, dy shtete shqiptarë, Shqipërinë dhe Kosovën. Avancimi i shqiptarëve është
kudo në Ballkan, për fat të mirë, të shqiptarët e Malitëzit, shikon sot aktivitetet, shpangë, e flamurit, nuk parititen ato stereotipe, ato pengesa, ato ndamje, dhe kanë të drejtën e vetë, të cilët e kanë shqiptarët e Maqedonisë pas vitit 2001 me marrëveshjen e Ohrit, janë të avancuar në për institucionet shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i kanë mundësitë, sot edhe në të kaluar, por edhe sot kemi udhëheqës të konvendit, kemi pas kryeministër, dhe këto janë një ngritje, kemi 3 institucione të universiteteve, kemi institutin e trashëgimisë kulturore, janë vlerë, kemi shkollat të mesme, hapim paralelet në gjuhën shqipe, ne jemi në një zhvillim, që nuk kemi qenë asnjëherë më mirë, por shkojmë edhe në më mirë. Duhet edhe më mirë, sepse e vetmja vlerë, e kombit, edhe rilindasit, por edhe sot, është vetëm shkollimi. Përmes shkollimit ngrihen vlerat dhe e kombit, por përveç se ngrihen vlerat e kombit, por dinë edhe të respektosh edhe popujt dhe vlerat dhe kulturët e popujve të tjerë. Përmendet shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, çfarë rëndësie ka dhe çfarë domethënie ka 28 nëntori pikërisht për ne dhe si e ruajmë në identitetin ton kombëtar në një shoqëri kaq multietnike siç e dim që jetojmë tani. Pas marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët e Maqedonisë, me marrëveshjen e Ohrit, kanë arritur të institucionalizohen. Ajo që në vitin 2008 edhe Republika e Maqedonisë së Veriut ka sjellur vendim që 20 nëntori, ditë e alfabetit, të jetë festë shtetërore për kombësitë, për shqiptarët, dhe garantues e fatit ton të shqiptarëve është vetë marrëveshja e Ohrit, ku çdo shqiptar, çdo institucion ku janë shumicë, mbi 20%, kanë të drejtë, të përdorin edhe simbolet kombëtare, që këtë e ka mundësuar, vetë marrëveshja e Ohrit. Dhe, vlera për të ngritur vetdijen është vetëm shkollimi i duhur, sepse përmes shkollës, përmes arsimit, të cilësor, ne do të ngrejmë vetdijen tonë më të plot dhe do të dinë të edhe të na respektojnë edhe të tjerët ndaj punëve tona, të cilët do të jemi më serios në veprimet tona. Andaj shqiptarët, sot, përveç festës që është shtetërore, për ne shqiptarët 21 nëntori, jam i bindur sepse në shkollat fillore, në shkollat e mesme, në për universitete dhe institucionet tjera, kremtohet në mënyrë simbolike kjo ditë e flamurit, sepse përmes recitimeve, përmes shfaqjeve, dhe këto organizime janë parë, çdo herë, pas vitit 2001, tek shqiptarët, dhe kjo është një vlerë që ja jep edhe vetë shteti Maqedonisë, sepse në këtë shtet, maqedonasit, shqiptarët dhe gjithë popujt tjerë, vllehët e turqit, e serbët, e bosnjakët, romët, duhet ne të marrim një shembull, në Maqedoni të marrim një shembull si respektohen të drejtat e nacionaliteteve apo kombësive në shtetet e Evropës, në Norvegji, në Suedi, në Bruksel, apo në shtetin e Luksemburgut, këto janë, apo në Francë, të ngrihen këto vlera, sepse të respektohet e drejta e çdo populli, sepse në këtë botë ne jemi krijesë. Ne jemi krijesë, por nëse do të vendojmë standarde, të jetës, do të dimë, nëse do respektojmë njëri tjetrin, do të dimë të ecim përpara edhe si popull, por duke vepruar në një shtet të përbashkët. Dhe për në fund, sipas jush, çfarë duhet të bëjnë shqiptarët në përgjithësi në të gjitha trojet mbar shqiptare për të mos e humbur asnjëherë identitetin? E para është, arsimi, të ketë arsim cilësor, njerëzit të punojnë të arsimuar, arsimtarët, profesorët, të japim kontributin e duhur dhe posaçërisht ato të gjuhës dhe letërsisë. E kam për obligim, ata e kam për obligim, dhe ne të historisë e kemi për obligim, njerëzor dhe moral, që para fëmijëve, para studentëve, para nxënësve,
të japim mundin sa më të madh që të ruajmë gjuhën dhe të ngrejmë vlerën e gjuhës tonë shqipe. Që përmes gjuhës shqipe ruhet vlera e identitetit kombëtar. Të ruajmë kulturën dhe traditën të cilën e kanë lënë trashëgim të parët tonë, paraardhësit tanë, të parët tonë, që e kanë ruajtur brez pas brezi dhe gjenerat pas gjenerat deri të sot. Dhe në këto ditë, domethënë, në këtë kohë të globalizimit, domethënë, që është shumë e vështirë, sepse globalizimi nuk është problem vetëm të ne shqiptarët, por është në përgjithësinë në botë, janë vlerat, por përmes gjuhës, përmes aktiviteteve kulturore, përmes konferencave shkencore, përmes organizimeve të ndryshme, domethënë të vlerave të kulturës, ne do të dimë, domethënë, dhe arsimit, do të dimë të ruajmë identitetin tonë kulturor, të tregojmë vlerën e gjuhës tonë shqipe, sa është e vjetër, sa është e fuqishme, të ngrejmë lart gjuhën tonë, të mësojmë historinë tonë të duhur, të mbështetur në argumentet sa më të mira dhe të tregojmë brezave, fëmijëve tonë, nxënësve tonë, studentëve tonë se ne jemi një popull i lashtë në Ballkan dhe do të ruajmë këtë kulturë. Është një trashëgimi e mahnitshme e kombit shqiptar. Edhe pse janë munduar të na mohojnë, për ne flet nën tokë. Edhe pse janë munduar, do thonë, të na zhdupin, po për ne ekzistojmë. Dhe çdo herë në histori u Këshin Hoti e thot një fjalë, më thonë, të cilën do ta citoj këtu, thotë thash një fjalë shqipat dhe, shqiptova një ideal komb, kërkova një njeri Shakespeare, kërkova penën e tij për të përshkruar voqjet e popullit tim tragjik, dhe thot ai, i lash sa vet Ballkani, i vendosur para botës greke, pushtimeve romake, dindjeve slave, që ende dhe sot mbijeton robërinë. Atëherë thot vetes që thash vetëm një emër shqiptar. Do të thonë, është një fjalë domethënë të cilën e ka përshkruar gjithë ngjarjen tonë të historisë. Për fat të keq ai nuk është dhe ende nuk dihet fati i tij, por rilindasit janë shtylla kryesore vetdijes tonë kombëtare, janë udhërëfiesit më të mirë, janë krijengritësit dhe dëshmorët të cilët kanë dhënë mundin, sakrificën për të mbijetuar ky popull dhe fëmijët tanë, nxënësit tonë duhet të dinë këtë vlerë që kemi ne sot. Faleminderit profesor, urime edhe një herë festa. Urime edhe një herë gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit për ftesën tuaj. Lutem.